Rasti tipik I lidhjes financiare dhe afrimitetit familjar të zyrtarëve të drejtësisë me eksponent të krimit është kryeprokurori I Firit Elion Mustafaj, të cilin Këshilli I Lartë I Prokurorisë mban në detyrë dhe promovon ndërsa Prokuroria e Përgjithshme dhe Inspektorati I Lartë I Drejtësisë heshtin. Sipas formularit të deklarimit pasuror, bashkëshortja e kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, zonja Anajada Mustafaj, është e punësuar në kompaninë Puka ILC të Dorian Pukës në Shubak, ku ajo jeton prej 14 vitesh dhe bashkë kanë krijuar miqësi personale afrimitet familjar. Dorian Puka nga Lezhë rezulton I dënuar 2 herë me burg në Angli dhe është arrestuar 2 herë të tjera, është dëbuar nga Anglia për grabitje banesash dhe biznesesh, përfshirë në trafik droge dhe ndaj gazetarit Isak Krausen të Daily Mail që I publikoi krimet dhe është I skeduar në Shqipëri për trafik droge e pastrim parash. Përveç jetës luksoze në Angli dhe blerjes së pasurive të paluajtshme atje, trafikanti e grabit si Dorian Puka, shefi dhe miku I gruas së kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj po pastron paratë e pista dhe me ndërtime në Shqipëri. Atij është sekuestruar një kull në proces ndërtimi te rruga Myslim Shyri në Tiranë, financuar me para të siguruara nga aktivitetet kriminale në Angli e Shqipëri. Por ai vazhdon punimet në atë pallat ndërsa policia nuk e ndalon. Në dosjen penale të drejtësisë britanike thuhet se Dorian Puka është arrestuar e dënuar për vjedhje dhe lidhje aktiviteti me grupet e trafikimit të drogës, konkretisht me 9 muaj burg në vitin 2016, me 3.5 vite burg në vitin 2017 dhe deportim, ndërsa pas rifutjes ilegale në Angli është riarrestuar dhe rideportuar në Shqipëri në vitin 2020. Ky profil kriminal nuk e ka ndaluar kryeprokurorin e Firit Elion Mustafaj të punësoj bashkëshorten Anajada Mustafaj te kompania Puka ILC e grabitësit, trafikantit dhe pastruesit parave Dorian Puka madje të krijojë afrimitet familjar me të. Kjo lidhje interesash ekonomike dhe miqësi me një subjekt kriminal është në dosjen personale të kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, por ai është lënë në detyrë më 22 shkurt 2022 nga Komisioni I Vetingut I përbërë nga Valbona Sanxhaktari, Firdes Shuli dhe relatori Olsi Komici, aktualisht deputet I PS-s nga që prokurori Mustafaj është pjesë aktive e klanit Soros në Shqipëri. Këtë lidhje me krimin pamfleti e ka denoncuar me prova e dokumente zyrtare, por kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani me deklaratë zyrtare publike I ka dalë në mbrojtje kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, ndërsa Prokuroria e Përgjithshme dhe Inspektorati I Lartë I Drejtësisë vazhdojnë të heshtin. Sipas ligjit për dekriminalizimin, kur prokurorëve u zbulohen kontakte dhe lidhje e përfitime personale të familjarëve me individ subjekte e aktivitetesh kriminale, sidomos ku janë të dënuar penalisht, ata duhet përjashtohen nga sistemi I drejtësisë e të çohen për ndjekje penale. Por ky ligj nuk zbatohet për kryeprokurorin e Firit Elion Mustafaj. Madje raportet e agjencive gjurmuese shqiptare thonë se me mikun e gruas, grabitësin, trafikantin dhe pastruesin e parave Dorian Puka, ai është bashkëinvestitor te pallati I sekuestruar te rruga Myslim Shyri në Tiranë. Ndërkohë që shqiptarët e diasporës janë bashkuar protestës masive në Tiranë për dorëshjen e kryeministrit Edi Rama dhe të qeverisë, nga që janë zhytur në afera korruptive, grabitje tokash, lidhje me mafien e drogës dhe betonit, Edi Rama ka bërë talljen e radhës ndaj tyre. Nëpërmjet qendrës së botimeve për diasporën që varet nga ministri e arsimit Mirela Kumbaro, kryeministri Edi Rama ka akorduar një fond special 2500 euro për të dhuruar shqiptarëve të diasporës 500 libra për zhvillimin e aftësive dhe intuitës në disa fusha të dijes. Nuk është libër shkencor as artistik, por me lojra argëtimi të titulluar Kuici I diturisë, ku përfshihen 104 kuicë të ndryshme, të përshtatura sipas nivelit për fëmijë, të rinj e të moshuar. Tenderi për printimin e 500 librave me kuicë diturie u publikua më 6 korrik dhe u zhvillua brenda 24 orëve, më 7 korrik, si program emergjencë I shpallur nga qeveria për të testuar dhe zhvilluar aftësitë e shqiptarëve të diasporës. Përmbajtja e librit me lojra Kuici I diturisë është përgatitur nga specialistët e qendrës së botimeve për diasporën, të drejtuar nga Mimoza Çulishi, dhe asistuar e mbështetur nga specialistët e Ministrisë së Arsimit në drejtimin e ministres Mirela Kumbaro, ndërsa miratimin e ka dhënë lideri global Edi Rama. Këto 500 kopje e librash me kuice do t'i drejtohen ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, I cili do t'u dërgojë menjëherë shqiptarëve të diasporës nëpërmjet ambasadave. Në këtë fazë të hapjes së kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian, ky libër me kuice ka 2 tregues me vlera të rëndësishme për integrimin e shqiptarëve të diasporës. Do t'jepen falas nga 3 cop për çdo shtet ku ka shqiptar dhe është investimi I dytë më I madh historik që kryeministri Edi Rama ka bërë gjatë 13 viteve në pushtet për zhvillimin e aftësive intuitive dhe argëtimin e shqiptarëve të diasporës. Investimi I parë u bën në muajin korrik 2020, kur ish ministri për diasporën Pandeli Majko u dërgoi falas 2000 kartona loja Mosunze. Libri me 104 kuice është përgatitur pas librit The Albanian Files të Edi Ramos me 523 projekte për kulla e resorte. Në një video të xhiruar me skelave dhe plurit të kantirit në arenën e përkohshme Eagle Stadium në Kashar, kryeministri Edi Rama dhe ministri I Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha u shfaqën të entuziazmuar teksa inspektonin punimet e ngritjes së stadiumit për koncertin e reperit kontrovers amerikan Kanye West.
Nga ai terren, kreu i qeverisë, edhe pse këmbguli se bëi fjalë për një event të organizuar tërësisht nga grupi privat, deklaroi se shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë duke paguar 4 milion euro. Rama justifikoi financimin prej 400 milion lekësh. 4.2 milion euro, duke pretenduar se nëse koncerti mbetej i parealizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e qytetit. Paratë ndërkohë u kaluan përmes një akti normativ të miratuar në datën 6 korrik për të publikuar në fletoren zyrtare më 7 korrik, i cili citon si bazë ligjore nenin 101 të kushtetutës për nevoja urgjente. Një nen që referuar vendimeve të gjykatës kushtetuese mund të përdoret vetëm në raste emergjencash të argumentuara dhe provuara mirë. Sipas relacionit shpjegues, që shoqëron akti normativ, qeveria justifikon nevojën e angazhimit të fondeve publike me argumentin se gjendja përballë një eventi artistik me përmasa të tilla, që ndikon në mënyrë të theksuar në imazhin e vendit. Qeveria rreket gjithashtu që ta justifikojë kriterin e urgjencës për aktin normativ, me faktin se koha normale e procesit ligjvënës nuk do të zgjidhte dot problemin e menjëhershëm të rrezikut që koncerti i Kanye West të mos zhvillohet. Koncerti i West nga ana tjetër ishte lajmëruar nga vetë Rama muaj më parë, në fund të prillit, dhe së fundmi, qeveria shqiptare përfshirë Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit mohuan kategorikisht përdorimin e parave publike. Është e rëndësishme të theksohet se për këtë projekt nuk ka fonde buxhetore të angazhuara shtesë, thuaj në përgjigjen zyrtare të MTKRS, që i dërgoi Birn më 23 qershor. Zef Preçi, drejtori i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, e kritikoi ashpër aktin si shkelje të ligjit, duke cilësuar atë nul dhe pa vlerë. Një kuvend legjitim nuk do ta miratonte kurrë këtë akt normativ, tha Preçi për Birn. Edhe Rigels Xhemollari nga Qendresa Qytetare i tha Birn se akti në fjalë ishte në shkelje të kushtetutës. Sigurisht që po keq përdoret kushtetuta, tha Xhemollari, duke vënë në dukje se shuma e shpenzuar pa transparencë qoftë minimale. Tregonte se qeveria nuk kishte reflektuar ndaj protestave që zhvillohen prej 37 ditësh në kryeqytet. I pyetur nga Birn përmes një mesazhi në aplikacionin WhatsApp, ministri Gonxha refuzoi të përgjigjej. "Çfarë jam unë, sekretari juaj?" tha Gonxha, duke i kërkuar medias të zbatonte ligjin, edhe pse nuk ka ndonjë ligj që rregullon kërkesat për koment. Zgjedhja e qeverisë shqiptare për të mbështetur financiarisht koncertin e reperit vjen në një kohë kur artisti është një figurë tejet kontroverse në arenën ndërkombëtare. Gjatë viteve të fundit ai është përballur me kritika të ashpra dhe bojkot të gjerë pas një sër deklaratash publike me përmbajtje antisemite, ndarjes së teorive konspirative dhe gjuhës së urrëties. Së fundmi ai u ndalua të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të komenteve antisemitike dhe një këngë që publikoi me titull Heil Hitler. Paraqitja e tij e planifikuar në një festival në Londër u anulua dhe po ashtu u anuluan koncerte të ngjashme përfshirë një të tillë të planifikuar në Itali. Deri së fundmi Rama dhe vartësit e tij janë përgjigjur kritikave për mbështetjen e West dhe qëndrimeve të tij duke këmbgulur se eventi ishte privat, por vendimi i qeverisë dhe përdorimi i fondit të emergjencës ngre pikpyetje për mbështetjen, ndërkohë edhe akti normativ që financon koncertin ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si qeveria interpreton emergjencat. Zef Preçi thekson se asnjë turist apo ekonomist nuk mund ta justifikojë brenda kornizës ligjore financimin e një aktiviteti komercial. Ai saktëson se fondi rezervë është dizajnuar ekskluzivisht për situata të jashtëzakonshme, katastrofa natyrore, rreziqe të sigurisë kombëtare apo emergjenca të paraqitura të shëndetit publik. Fondi nuk përdoret për shpenzime rutinë ose politika afatgjata zhvillimi, argumenton Preçi, duke vënë në dukje se rasti i koncertit bie ndesh me çdo kufizim që legjislacioni shqiptar i vendos përdorimin të këtyre parave. Nga ana e tij Xhemollari ngre shqetësimin se parat po shpërdoreshin, duke u ndalur tek fatura prej 4.2 milion eurosh. Aktivisti Rigels Xhemollari vëren se kjo shumë mund të ishte përkthyer në investime jetike publike, si një shkollë e re, një spital ose blerja e 30 autobusëve elektrik për Tiranën, qytetin me transportin publik ndër më të vjetëruarit në Europë. Për Xhemollarin, justifikimi i kryeministrit ngre dyshime se e vetmja emergjencë reale pas këtij akti ishte dështimi në shitjen e biletave dhe fushata e dobët të marketingut, sipas tij në mungesë të një preventivi transparent nga institucionet. Një grop financiar e organizatorëve po kompensohet me taksat e qytetarëve, duke e vendosur kryeministrin thjesht në rolin e kontraktorit të Kanye West. Ndërsa sheshet shqiptare janë mbushur me ngjyrën roz dhe prej më shumë se një muaj janë përfshirë nga një protestë popullore spontane dhe e pandalshme, brenda institucioneve zhvillohet një narrativ krejt e kundërt e bazuar në vetlavdërim. Ky paradoks u materializua më 3 qershor në Tiranë gjatë inaugurimit të edicionit të dytë të Festivalit të Arkitekturës Bread and Heart, me prezantimin e vëllimit The Albanian Files, 800 faqe, 523 projekte arkitekturore, 60 studio ndërkombëtare të përfshira. Shifrat e katalogut tregojnë një transformim të paprecedent. Miliona metra katror po riformësojnë territorin shqiptar nga veriu në jug.
Megjithatë, ky botim monumental paraqet vetëm ajën e icebergut. Ndërhyrjet e padokumentuara janë shumë të shumta se ato të përfshira në vëllim, duke përshkruar një metamorfozë territoriale edhe më të gjerë. Në një intervistë të fundit për Financial Times, kryeministri Edi Rama hodhi poshtë me indinjat akuzat se është kumbari me kontroll absolut mbi vendin, duke ftuar kudo që të sjellë prova. E pra ajo provë duket se gjendet pikërisht në faqet e The Albanian Files, një vëllim që në pamje të parë kushtohet arkitekturës, përfundon duke u shndërruar në manifestin e një modeli politik. U kryeministri shfaqet si regjizori kryesor i transformimit urban të Shqipërisë. Historia na mëson se arkitektura ka qenë gjithmonë një nga instrumentet më të privilegjuara të pushtetit. Qytetet nuk janë vetëm hapësirë, ato formsojnë identitetin dhe kulturën e një populli. Rasti shqiptar e përditson këtë koncept, duke kthyer të gjithë vendin në një laborator eksperimentimit besuar e emrave më të mëdhenj të arkitekturës ndërkombëtare. Vet kuratoria Anek Abhelkak e pranon që në faqet e para të vëllimit se është e pamundur të ndash arkitekturën nga pushteti në kontekstin shqiptar. Duke e cituar The Edifice Complex të Dejan Sudic, ajo kujton se ndërtesat shërbejnë për të lënë mbresa, për të përfaqësuar ambicien e atyre që qeverisin dhe se vendimet që po riformsojnë vendin udhëhiqen në mënyrë të pamohueshme nga oportunizmi. Shumë hyje të arkitekturës as një konkurs. Arkitektura nuk bëhet vetëm një instrument i transformimit urban, por emrat e arkitektëve të njohur ndërkombëtar shërbejnë edhe si kartë vizit. Prestigji kulturor i arkitekturës bashkëkohore përdoret për të ndërtuar narrativën e një Shqipërie moderne, të hapur dhe dinamike, ndërsa në planin e brendshëm shtohet konflikti mbi mënyrën se si po realizohet ky transformim. Në faqet e The Albanian Files, marrëdhënia mes pushtetit politik dhe arkitekturës del qartë nga dëshmitë e vet projektuesve. Shumë prej tyre tregojnë se nuk kanë ardhur në Shqipëri përmes konkurseve publike, thirrjeve për aplikim apo procedurave transparente, por fal kontakteve personale me kryeministrin. Disa rrëfejnë se kanë marrë një mesazh në Instagram drejt për drejt nga Rama dhe më pas kanë fituar porosim për një vepër publike me vlerë 4 milion euro. Të tjerë kujtojnë një telefonat personale nga Edi pas një shkëmbimi të thjesht kontaktesh, madje edhe një fituesi i çmimi Priser përshkruan të njëjtën dinamik. Planifikimi urban duket kështu se zhvendoset nga dimensioni demokratik në atë privat, duke zvendosur instrumentet e transparencës administrative me marrëdhënie personale. Emblematike është edhe letra që një partner i studios Oma i dërgoi kryeministrit, ku duke falendëruar për kushtet veçanërisht të favorshme të ofruara për projektuesit ndërkombëtar, arrinte në mënyrë provokuese të shprehte dëshirën për anullimin e zgjedhjeve të ardhshme dhe vendosjen e një presidence të përjetshme. Rama më pas e minimizoi tekstin duke e cilësuar si një provokim satirik. Megjithatë, në kontekstin e përgjithshëm të paraqitur në vëllim, episodi merr një kuptim të zymt. Pasoja më e dukshme e këtij modeli ndërkombëtar është përjashtimi pothuajse i plotë i arkitektëve shqiptar. Në 523 projektet e përfshira në vëllim nuk figuron asnjë autor vendas. Në parathënie, Rama e përkufizon Shqipërinë si shkolla më e madhe e arkitekturës në natyrë, duke argumentuar se profesionistët e rinj vendas mund të mësojnë duke punuar përkrah studieve të mëdha të huaja, por në arkitekturë të mësuarit nuk mund të zvendësojë autorsinë. Ta kufizosh një brez të tërë në rolin e bashkëpunëtorëve të arkitektëve të njohur, do të thotë ti mohosh vendit mundësinë për të zhvilluar një kulturë të vetëm projektimi. Rreziku konkret është ndërrimi i territorit tonë në një atlas të qyteteve të padukshme dhe skenografive urbane të përbëra nga imazhe abstrakte, forma të zbrasta dhe sugjerime estetike të lustruara të vendosura në kontekstin shqiptar. The Albanian Files dokumenton një gjeografi të qartë të investimeve, një zgjerim të orientuar pothuajse tërësisht drejt kullave shumë funksionale, komplekseve rezidenciale luksoze dhe resorteve turistike, ndërsa ndërhyrjet për hapësirat publike dhe infrastrukturën sociale mbeten në plan të dytë. Ndërsa katalogu kremton komplekse rezidenciale ekskluzive dhe horizonte të reja urbane, Shqipëria vazhdon të vuajë nga mungesa kronike e programeve të banesave sociale, infrastruktura e pamjaftueshme dhe shërbime thelbësore ende të paarritshme në shumë zona të vendit. Lagje pa standardet minimale urbanistike, teritoret e izoluara nga lidhjet pa përshtatshme dhe banesa pa shërbime të bazë bashkëjetojnë me ndërtimin e perlave të reja të destinuara për tregun e pasurive të palueshme luksoze. Është e vështirë të argumentohet se kjo përbën prioritetin e një vendi që ende përballet me dobësi të thella infrastrukturore. Në shumë raste, për më tepër, identiteti i porositësve nuk përmendet nga studiet e arkitekturës, duke ngritur pikpyetje mbi origjinën e kapitaleve dhe transparencën e këtyre operacioneve imobiliare, nga zonat natyrore të mbrojtura në parcela ndërtimi. Në realizimin e këtij transformimi ka kontribuar edhe një rishqikim i thellë i kuadrit ligjor. Ligji i ri për zonat e mbrojtura, i cili sot kundërshtohet nga protestat popullore, i lejon Këshillit të Ministrave të autorizojë ndërhyrje turistike brenda parqeve kombëtare dhe zonave bregdetare që më parë gëzonin mbrojtje. Atij shtohet edhe ligji nr. 55/2015 për investimet strategjike, i cili parashikon procedura të përshpejtuara, shkurton ndjeshëm afatet e autorizimit dhe madje lejon edhe shpronësime për interes publik në favor të subjekteve private. Pikërisht fal këtyre ndryshimeve ligjore, zona si Laguna e Nartës ose territori i Zvërnecit mund të humbasin statusin e tyre të mbrojtur dhe të ofrohen si parcela ndërtimi kapitaleve të mëdha ndërkombëtare. Shembulli më i debatueshëm është megaprojekti me vlerë miliarda euro i promovuar nga Jared Kushner dhe Ivanka Trump, të cilët synojnë të ndërtojnë resorte luksoze dhe mira, njësi banimi pikërisht përgjatë këtyre ekosistemeve të brishta. Nuk është rastësi që simboli i protestës masive popullore është bërë flamingo, shpendi i mbrojtur që banon në lagun dhe që sot mishëron rezistencën ndaj avancimit të spekulimit. Kudo shfaqet e njëjta logjik, zhvillimi i pasurive të paluajshme mbizotron sistematikisht mbi mbrojtjen e peizazhit, biodiversitetit dhe interesave të komunitetit. Problemi në fakt nuk është cilësia e ndërtesave të veçanta,
Ndërsa shumë prej projekteve të përfshira në vëllim mbajnë firmën e disa prej studiove më të mira të arkitekturës në botë, dhe të marrëveçmas mund të kenë një vlerë të padiskutueshme arkitekturore. Por një qytet nuk është thjesht shuma e ndërtesave ikonike. Urbanistika përfaqëson një dialog mes peizazhit, shërbimeve, hapësirave publike, mjedisit dhe nevojave kolektive. Kur ky ekuilibër prishet edhe arkitektura më e mirë bëhet pjesë e problemit. Slogani i famshëm Less is more në Shqipëri shndërrohet në një more is more të ngathet, duke rrezikuar ta kthejë ekselencën arkitekturore të thirrur nga kryeministri në një petk elegant, pas të cilit fshihen pabarazi të thella territoriale. Një energji e re. Në këtë kontekst, duke lexuar protestat e javëve të fundit, një mobilizim në të cilin sheshet shqiptare nuk kundërshtojnë vetëm rrokaqejtë e veçantë apo kërcënimin ndaj ekosistemeve të lagunës së Nartës, por kërkojnë të drejtën demokratike për të marrë pjesë në vendimarrjet që transformojnë vendin në vend që t'i pranojnë ato në mënyrë pasive. Kjo revolt i jep zë një pak kënaqësie më të gjerë, megjithëse prodhimi i brendshëm bruto u rrit mes viteve 2013 dhe 2024 me 3.1% në vit, fal ndërtimit dhe turizmit, pabarazit janë rritur ndjeshëm që nga vitet 2010. Pasuria mbetet e përqendruar në duart e pak njerëzve, ndërsa popullsia përballet me paga mesatare të ngrira mes 700 dhe 800 eurosh dhe më shumë se 1/5 e punonjësve paguan me një pagë minimale prej vetëm 390 eurosh. Kjo asimetri ekonomike e shoqëruar me perceptimin e përhapur të korrupsionit dhe mangësitë në shëndetësi e drejtësi e ka ulur besimin ndaj institucioneve publike në 11.6% dhe ka nxitur një eksod dramatik që gjatë 15 viteve të fundit ka çuar në largimin e 700.000 personave, ndërsa 74% e të rinjve nën 30 vjeç deklarojnë se ende duan të emigrojnë. Përballë kësaj pakënaqësie të përhapur, kryeministri prirë ta shpjegojë çdo kritik si rezultat të ndërhyrjeve të jashtme, shenjë një klase politike gjithnjë më të paaftë për të përballur me kontradiktat e veta. Më 4 korrik ditën e ditëlindjes së Edi Ramës, ndërsa arkitekt nga gjithë bota kremtonin figurën e kryeministrit, sheshet vazhdonin të mbusheshin me protestues që kërkonin dorëheqjen e tij. Në këtë mobilizim ka një paradoks të thellë. Njeriu që sot kundërshtohet për modelin e tij politik është i njëjti që në fillim të angazhimit të tij publik në vitet 90 u shfaq si një artist avangard, një intelektual antisistem dhe një ministër kulture që premtonte demokratizimin e hapësirës kolektive kundër trashëgimisë së autoritarizmit. Pas 3 dekadash ai projekti i çlirimit urban duket se është ndëruar në të kundërtën e vet. Për këtë arsye kjo revolt nuk është thjesht politike, është protesta spontane e një brezi të ri që ndihet i tradhtuar dhe është lodhur nga një qeveri që ka pushuar së menduari për mirëqenien e qytetarëve të saj. Një mobilizim i udhëhequr nga të rinj që duan të nisin nga e para dhe kërkojnë dorëheqjen e të gjithë klasës politike, duke dalë në shesh për të denoncuar korrupsionin sistemik, pushtetin e tepruar të oligarkëve dhe ndërhyrjen e investitorëve që vendosin fitimet e tyre private mbi interesat e kombit. Është refuzimi i vendosur për të shtypur nga 30 vjet retorike hipercentralizuar, zgjimi i një ndërgjegje kolektive që i kundërvihet heshtjes dhe nuk pranon më që vendi i saj të reduktohet në një mall shkëmbimi. Kur mbërri në fund të The Albanian Files e gjej veten pezull në një gjendje të ndërmjetme mes interesit për ndryshimin dhe shqetësimit për ato që Shqipëria rrezikon të bëhet. Shikoj këto faqe dhe pyes veten nëse vendi që lash 30 vjet më parë është ende ai që gjej sot, nëse më përket ende apo tashmë është bërë pronë të tjerëve. Ndihet një ndjesi tjetër pothuajse e dhimbshme, kur shet transformimin e vendit tënd të origjinës dhe kupton ditë pas dite se je plotësisht jashtë zhvillimit të tij. Është gënjimi i thellë të qenit dëshmitari një metamorfoze epokale që duket se nuk e parashikon pranin ton. Megjithatë, brezat e rinj që kanë më shumë se një muaj që dalin në shesh tregojnë se Shqipëria po zgjohet më në fund. Është një energji e re, e vetëdijshme dhe e guximshme që kërkon vendin e saj në të ardhmen. Pikërisht nga kjo ndërgjegje kolektive e rigjetur duhet të rifillojë Shqipëria. Këtu lind shpresa për të nisur sërish së bashku të vizatojmë qytetet tona. Fondi Shqiptar i Zhvillimit është denoncuar me prova si një nga 4 gropat e zeza më të mëdha për korrupsion me fondet publike dhe fondet e Bashkimit Evropian, ndërsa drejtori Dritan Agolli është faktuar si firmosës i aferave me miliona euro me styre tender fiktiv për të vjedhur. Të njëjtën gjë drejtori Dritan Agolli ka bërë më 19 e 22 qershor 2026, duke sajuar 2 tender me vlerë totale 12.72 milion euro me TVSH për 2 shërbime që janë dukshëm të sajuara për të zhvatur këto fonde një javë para shkuarjes në plazh. Procedurat e prokurimit për 2 tenderët Agolli i ka publikuar në buletinin e prokurimeve publike të datës 29 qershor me këto objekte. Procedura e parë është për përmirësimin e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe funksionalitetit të rrugëve, me fond limit 10.2 milion euro me TVSH që do të zhvillohet më datë 27 korrik. Procedura e dytë është për konsulencë, projektime mbikëqyrje të 100 fshatrave, me fond 720.000 euro me TVSH të miratuara nga Ministria e Financave dhe do të zhvillohet më datë 24 korrik. Për të krijuar mundësinë e harresës së vjedhjeve të mundshme, drejtori Dritan Agolli ka përcaktuar periudhë 2 vjeçare si kohë për zbatimin e kontratave, siç ka vepruar dhe me shumë tender të tjerë të sajuar gjatë 7 viteve e gjysmë drejtori FSHS-s, i emëruar nga Edi Rama dhe oligarku Bashkimi Ulaj që e kishte punonjës. Tenderi i parë është sajuar e shpallur vetëm një javë pasi autoriteti rrugor shqiptar ka zhvilluar tenderet për të njëjtin objekt, mirëmbajtje, përmirësim sigurie dhe funksionaliteti të rrugëve në të 4 rajonet e vendit, ndërsa tenderi për shërbime konsulence, projektimi e mbikëqyrje të 100 fshatrave turistik është plotësisht fiktiv, sepse ky projekt dështoi u mbyll dhe është bërë nul para 2 vitesh, pasi u vodhën 110 milion euro nëpërmjet
tenderëve fiktiv që Sajoj e zhvilloi drejtori Dritana Golli. Por Dritana Golli, drejtori alegatori i korrupsionit, nuk po preket nga Spaku, megjithëse është marrë një herë në pyetje për 2 dosje hetimore, njëra për pastrim parash në ndërtime restorante nëpërmjet gruas dhe djalit, tjetra për abuzim me fondet dhe shpërdorim detyre me tenderët, duke i dhënë restorantit të djalit 500 milion lekë nga buxheti i shtetit për gjoja përgatitjen e menuve të 100 fshatrave turistik. Fakti që Spak nuk e arreston, madje nuk po e procedon as penalisht e ta pezulloi nga detyra, i ka krijuar Dritana Gollit bindjen se është i paprekshëm, duke vazhduar të bëjë batërdi me tenderët të cilët u jep klientëve oligarkë trafikantë që i paracakton me Edi Ramën.